Zbardhe dinamika e plotë e ngjarjes, nga sheri për pulat e detit deri tek masakra me 8 të vrarë. Detajet të reja dalin në dritë nga krimi i 8 fisht në Resulaj të Vlorës, ku një i ri ekzekutoi me breshëri automatiku kushërinë e tij. Ngjarja makabre ndodhi pas ditën e sotme. Gjithçka kishte nisur disa vite më parë kur familja Zykaj kishte akuzuar autorin e krimit se i kishte vjedhur 4 pula deti. Pas shumë debateve përgjatë kësaj kohe, siç duket 24 vjeçari nuk e ka përtypur dot të akuzë, ndërsa vendosi që ta akmerej në mënyrën më monstruoze duke shuar 2 familje. Debati më i fundit mes autorit dhe familjes Zyka kishte ndodhur vetëm para pak ditësh për Bagëtit. Ndërkohë, ditën e sotme, i riu bashkë me familjen e tij kishin qenë në një drek familjare tek një kushërir i tij pasi ky i fundit ishte kthyer nga emigrimi. Teksa dyshohet se ka qenë në efektin e alkoolit, i riu është ngritur më herët se familja e tij nga dreka, ndërsa është drejtuar për në shtëpi. Bazuar tek të dhënat e grupit hetimor, por edhe të banorëve të zonës, i riu pasi ka rrëmbyer Kalashnikovin, ka hyrë në banesën e Demir Zykajt, vllait të gjyshit të tij, dhe ka hapur zjarr duke e lënë të vdekur. Fill pas tij ka vrarë dhe gruan e tij bashkë me djalin dhe nusen e tij. Por Ridvani nuk është ndalur me kaq. Pasi ka dalë nga banesa e parë, është drejtuar tjetrës ngjitur, ndërsa ka qelluar ndaj djalit të Demirit, gruas së tij dhe 2 fëmijëve të mitur, 17 dhe 9 vjeç. Fill pas krimit të rënd që la pas 8 të vdekur, autori është larguar bashkë me armën sapo u sinjalizua për ngjarjen forcat të shumta të policisë Renea, Delta Force, FNSH dhe forcat e drejtorisë vendore të policisë Vlorë janë vënë në ndjekje të tij. Ndërkohë, ai nuk dihet se ku është fshehur, ndërsa nuk përjashtohet fakti se edhe mund të dalë drejt autostradës Levan Tepelen.